psikolog falas, po shikoj një pandemi mendore, të rinjt, jo vetëm të rinjt, po edhe të vjetrit, gjitha moshat, vitet e fundit janë shumë mirë fizikisht, vënë palestër, bëjnë gjëra, nuk i kanë këmbët këtu me gjak njërën tjetrën, po janë mbase pakës më keq ose një lloj, po thjesht ne shikojmë më shumë tani, mëndërisht, psikologjikisht. Njerëzit kanë nevojë të flasin, të komunikojnë, të kuptohen, të shprehen dhe sot nuk e kemi këtë gjë. Sidomos me media sociale, sa më shumë media sociale ka, aq më pak miq të ngushtë apo njerëz me të cilët mund të flasëm haptas kemi. Po sikur të hapim një numër falas me 5 shifra ose ata me 0800 me 8 shifra dhe të vendosim një psikolog me lek, me disa lek, që rëndësi ka, një sa po kanë mbaruar shkollën, ku njerëzit mund të marrin falas, ata që kanë halle, ata që kanë problemet e tyre, ata që duan diçka SOS, një situatë dhe të flasin. Avash mund ta fillojmë me një psikolog, edhe me numër të thjeshtë, marrim një numër atje te kioska, që rëndësi ka, dhe mund vendosim 2 turne, mund vendosim më shumë, varet se si e shikojmë këtë, dhe se si mund ta bëjmë në një mënyrë të qëndrueshme që mos të paguaj unë nga xhepi për shembull, apo mos të vi falas si vullnetar ai psikologu, i cili derisa punon 6 orash, 8 orash atje, mund i duhet të paguhet. Po si fillim mund ta fillojmë edhe me 4 orash me vullnetar mbas edhe 2 herë në javë. Si mendoni për këtë idenë dhe kë duhet të takoj, me kë duhet të flas, që të ndihmoj dhe unë ta bëjmë të gjithë bashkë këtë nismë.